Ja ku jemi rikthyer në studio, jemi në transmetimin tonë të fundjavës në Weekend Lovers për të folur sot për një temë që personalisht e kam shumë për zemër, por do doja që ta nisja me një përgëzim për organizatorët e këtij projekti që mban titullin Trashëgimia është marka jon, Heritage is our brand. Në fakt është një nismë e DMO Albania, organizatës për menaxhimin dhe marketimin e destinacioneve në bashkëpunim me Forumin për Politikat e Integrimit që po realizon këtë projekt të financuar nga Bashkimi Evropian, të titulluar Heritage is our brand. Pa diskutim që trashëgimia shpirtërore, jo materiale, vendi tonë është e jashtëzakonshme, por sa të gatshëm jemi ne që të mos e lëmë në harres dhe ta ruajmë për më tepër, ta promovojmë edhe ta nxisim tek brezat e rinj. Ka një sër pasurish të trashëgimisë jo materiale Shqipëria që tashmë po ruhen edhe nga UNESCO, siç është iso polifonia, transhumanca, dukuria e famshme, kostumi i xhubletës, së fundmi kthimi i tropojës, me aq sa kemi dhe kemi lexuar së fundmi në rrugë sipër për të bërë pjesë e listës janë dhe të tjera dukurisë, siç është për shembull dhe dosja për Lahutën, dosja së cilës është përmbyllur pas 15 vitesh. Por për gjitha këto dhe në veçanti për Heritage is our brand, një projekt që ka nisur në fillim të marsit, do doja që të flisnim me drejtoreshën e DMO Albania dhe drejtuesen e këtij projekti, zonjën Eva Kushova. Faleminderit që je në studio me ne. Mirësevgjeta. E nisim menjëherë nga projekti që është prezantuar në fillim të muajit mars, një fazë e tij ka nisur me një pyetësor shumë interesant që përfshin të rinj të moshës 16 deri tek ata të moshës 33 vjeç. Si lindi ideja për këtë projekt dhe cilat janë hapat që do të ndiqen për zbatimin e këtij projekti deri në përmbylljen e tij? Shumë faleminderit. Është kënaqësi. Që po jepet fokusi këtij projekti, në fakt sapo ka nisur dhe prandaj kemi hezituar, nuk e kemi bërë kaq shumë publik. Sepse jemi në fazë kërkimi, jemi në fazën që kemi filluar një pyetësor sepse donim të kuptonim çfarë din të rinjt si fillim për trashëgiminë materiale, sepse shohim nëpër këto mediat sociale një lloj patriotizmi që ka filluar tani, por them sa din në thellësi, se është e thjeshtë të bësh atë shqiponjën, të ndash flamurin, të jesh patriot në një ndeshje, por çfarë di ti? Sa ke lexuar, sa i ndjek këto rite, sa i dëgjon familjen, gjyshrit për t'i përcjell disa zakone tradita që në fakt deri më sot na janë dukur pak të kaluara, të lëmë të kaluarën, të përqafojmë modernën, por duhet kuptojmë që ato janë veçanti unike të popullit tonë. Një popull që kaq i përvuajtur, i cunguar, që 2/3 kanë ngelur jashtë territorit, por kemi arritur ashtu siç kemi ruajtur gjuhën, që thuhet tani 6000 vjet gjuha jon, e thon të tjerët, nuk e thon për fat të keq, nuk e thot Akademia Jonë e Shkencave, por e thon të tjerët. Ka qenë një studim, nuk e di nëse e keni ndarë dhe ju, së fundi me 33 studios gjuhëtar të huaj që ata kanë bërë edhe hartën që jemi ndër 3 gjuhët më të vjetra në botë. E folur. Ndërkohë që e gjithë kjo po atakohet kaq shumë dhe thuhet po ju nuk e keni të shkruar. Që dhe për këtë unë shoh që ka lëvizje, pra se na ka prek në sedër flas historianët e vërtet, historianët që vërtet duan të shkojnë deri në fund, që po gjurmojnë dhe po gjejnë plot shkrime të ilirishtes për të kuptuar që ne kemi një vazhdimsi, e kemi pas të shkruar pavarësisht gjithë presionit të fqinjve apo për ta zhdukur të gjithë këtë trashëgimi. Dhe gjuha është një nga trashëgimit tona më të forta jo materiale apo shpirtërore, që do të thotë imagjino të ruash për 6000 vjet vetëm në të folur, duke mos patur ne po marrim të dokumentuar diçka. Vetëm buzukun themi në vitet 1500, pra kaq e re që thuhet gjuha, siç më thon gjuhëtar të Akademisë së Shkencave që është një gjuhë vetëm 1500 vjet, duke anashkaluar të folurën. Por e folura është pasuri e jashtëzakonshme që më shumë e vlerësojnë studiues të huaj dhe thonë si ka mundësi që në kaq breza, në kaq vite, vetëm në të folur të ruhet kjo gjuhë. Që edhe kjo duhet futur tek pjesa UNESCO, sepse të ruash një gjuhë 6000 vjet është vlerë për gjithë njerëzimin, jo vetëm për ne. Dhe për ta kuptuar që këtë gjë duhet ta trashëgojnë, sepse me emigracionin, ne tani kemi mbetur një 1.800.000 sa kemi mbetur këtu. Emigracioni ka bërë që andej nuk është se kanë shkolla të mirëfillta në të gjithë vendin ku janë shpërndar shqiptarët, pra mbetet vetëm për ta përcjell familjarët e tyre. Ndërkohë që ne kemi dashur të theksojmë, prandaj edhe ky pyetësori ka qenë për gjithë diasporën, jo vetëm për vendasit, për të kuptuar që çfarë po ruajnë tjetër përveç gjuhës.
se edhe gjuhën ne po shohim në Shqipëri që më shumë po flasin anglisht se sa në shtëpi, po flasin anglisht se sa pra gjuha është e para, pastaj po flasin për gjithë pjesën tjetër të identitetit, flamurin, por edhe për traditat, zakonet. Shoh që ditë e fundit është bërë një në BBC vetëm për gatimet, si gjyshet shqiptare, nuk e di nëse ke parë atë artikull dhe dje ishte i përsëritur te BBC Travel, si gjyshet shqiptare ruajtën recetat fantastike të gatimeve për shekuj. Pra ne duhet kuptojmë një gjë që në fakt unë mund t'i vë dhe një meri të vogël pak pjesës së diktaturës, që duke qenë të izoluar, ne mundëm të paktën duke qenë dhe kompakt, vetëm shqiptar, flas në territorin ton, kemi bërë të mundur që të ruanim ca gjëra, ose t'i rikujtonim, ose t'i dëgjonim më tepër gjyshet tona. Dhe në atë kohë në fakt mos huazonim asgjë. Po, kemi qenë duke qenë të mbyllur, nuk e kemi pasur të detyruar në një farë dhe i kemi fuqizuar shumë. Dhe për të dalë se do dalte projekti, po për të thënë këtë backgroundin, vetëm fakti që ai sistemi detyronte, kishte qendra kulturore në çdo vend, ishte festivali Gjirokastrës, por i detyronte të gjithë, edhe pse punonin njerëzit të shkretët, pas dite duhet të performonin, të krijonin paketë kulturore dhe pothuajse çdo qytet kishte asamblin e vet. Çdo qytet kishte kostumet e veta. Kostumet e veta dhe tani është e habitshme se si kemi mbi 200 kostume popullore, vërtet u regjistrua xhubleta, por janë kaq të ndryshme nga fshati në fshat. Imagjino të kesh, sepse ne flasim edhe me të huaj plot. Një holandeze që erdhi tha ne kemi vetëm një kostum popullor. Pra, janë vende që kanë vetëm një kostum folk. Kemi vetëm një valle, thoshte. Larmia e valleve tona e jashtëzakonshme. Jo se madje një shqiptar i Maqedonisë thoshte, "Ore, ju e keni marrë Katyushën nga ne", që është dhe bullgare, por nëse ne e di me 3 hapa, ju e keni bërë me 8, me 10, tani nuk e njohim më, duket vallja juaj. Pra, aq shumë krijonin koreografët tanë për të konkuruar në këto festivale, për të konkuruar rrethi me rrethi, qyteti me qytetin, sa kemi një autenticitet të kostumeve, të valleve në çdo cep të Shqipërisë. Prandaj xhubleta, kcimi, po janë shumë të tjera për tu ruajtur, nëse i nisemi me atëherë pse nisi projekti jon. Duke parë që po kohët e fundit turizmi, ne merremi me turizmin. Organizata jonë është Destination Management and Marketing Organization, pra një organizatë për menaxhimin dhe marketimin e destinacioneve, ose këto dëmohet e famshme. Në kuadrin e këtyre kemi Visit Tiranën, kemi krijuar Visit Gjirokastrën e tjera dhe kemi menduar që t'i ofrojmë një turizëm autentik turistëve. Ndërkohë që shohim që vlerat dal nga dal, nëse e shihni vetë mbyllja e muzeumeve e tjera, ka bërë që turistët të vinë. Në disa qytete nuk ka fare. Relativisht të mëdha janë mbyllur, por në disa të tjera nuk ka fare. Nuk ka fare dhe kjo gjendja e tregimit të historisë është shumë lë për të dëshiruar, që nuk e kuptojmë çfarë po ndodh, nëse po rikonstruktohen të tëra në një kohë, prap kjo është pak e habitshme dhe i shohim që turistët vinë përdallë edhe në Tiranë, shohin këtë bunkartin, këto gjërat komunizmin që nuk kemi pse të nderohemi shumë me atë periudhë dhe nuk marrin një ndjesi shqiptare kur largohen. Kohët e fundit, në fakt mund të them edhe nga për të përgëzuar panajiri i Berlinit që ishte gjitha pjesa e valleve dhe gjithë, pra ka filluar dhe vendi ynë të krenohet me këtë pjesën e folkut, edhe të valleve, të kostumeve, që është një gjë e mirë, por nuk është vetëm kjo. Pasuria jon jo materiale është e jashtëzakonshme, po flas që nga historitë, legjendat, baladat e deri te gatimet, pra janë një sër zhanresh që ne i quajmë trashëgimi shpirtërore. Madje UNESCO e quan living tradition, pra e quan një traditë që jeton. Dhe është dhe mënyra se si ne jetojmë, si i bëjmë dasmat, si jetojmë në komunitet. Po edhe kjo dëshira jonë për t'i bërë gjërat shumë komunitare me njëri tjetrin, pra nuk është se ndërlidhja komuniteti që kemi pas shumë të fortë. Na identifikon në një farë mënyre. Dhe dallojmë nga të tjerët, nga këto dallojmë nga të tjerët. Pra janë shumë element dhe kemi dashur që kur pam këtë thirrjen e BE-s, thash pse mos të bëjmë një gjë për trashëgimin jo materiale, për storytelling, për mënyrën e të treguarit të gjërave që kemi. Dhe ky është thelbi i gjithë projektit, sepse
ne shkojmë edhe në për Kala, Kështjella, shkojmë në Bylis, edhe aty gjejmë një gjë të thatë, viti kaq, por nuk ka histori brenda. Dhe qëllimi i projektit që kur e kemi shkruar ka qenë që unë dua të tregoj histori të tipit Romeo e Julieta, që do të thotë një histori aq të bukur që të fiksohet nga njerëzit. Ajo ishte e gjithë fiction nga Shakespeare dhe njerëzit shkojnë tek ai balkoni. Ne kemi historitë, ne kemi rënojat, por nuk dimë t'i tregojmë. Pra ne nuk i tregojmë në të gjitha vendet ku shkojmë, për shembull shkon në Antigone, nuk i thua kërkujt që historia e bukur që qyteti që lindi nga dashuria, vdiq nga urrejtja, Piro e ngriti për Antigonean, po kush është kjo Antigonea, me kriju një fytyrë, pra gjëra të tilla ne nuk kemi që ta mbajnë turistin lidhur. Jo ti iki në mënyrë si përfaqësore, shikon ato gurët dhe gur kanë të gjithë, ne kemi histori. Pra thelbi i këtij projekti është tregimi i historive, të trashëgimisë shpirtërore. Pra mund të jenë dhe legjenda dhe krijime, po guri është ne do e krijojmë. Pra edhe do krijojmë. Dhe këto histori pastaj sapo është mbledhur grupi i ekspertëve që do krijojnë këto histori, jo do i krijojnë, por do gjejnë, sepse ka dhe arkeolog brenda, ka dhe historian, do mblidhen bashkë dhe antropolog, do mbledhin fakte, ata do e sjellin në mënyrë shumë shkencore, ne pastaj do i bëjmë në mënyrë letrare artistike dhe pasi të krijohen 20-30 histori dhe një publikim, që do hidhen dhe në një platformë që ne do krijojmë albanianheritage.com. Dhe pastaj do kemi një thirrje për grante për artistët. Pra, historitë jo vetëm do shkruhen, do krijohen në të gjithë vendin, pra do ketë një shpërndarje gjeografike, pastaj do kemi 15 grante për artistët që do i kërkojmë të frymëzohen nga këto histori dhe t'i kthejnë në produkte artistike. Një instalacion, një teatr, dhe themi se kështu do marrin zë, duke menduar që vetëm Doruntina Besa, që e dim gjithë shqiptarët, sa zë ka marrë nga një teatr, dhe duam që këto legjenda, këto historira, këto ti kemi të jetojnë. Qoftë edhe në YouTube apo kudo. Pa diskutim, është edhe kjo një mënyrë për t'i njohur veçanërisht të rinjtë. Për këtë arsye, projekti ka një, le të themi, periudhë kohore relativisht të gjatë për t'u përmbyllur deri në 2027 apo jo, për shkak të gjitha të këtyre që sapo përmendët. Tani, me aq sa keni mundur të shikoni, është mbyllur pyetësori apo jo, është mbyllur? Pyetësori jemi në fazën, është mbyllur pyetësori, jemi në momentet e fundit se 30 prill e kishte, por do bëjmë komplet procesimin e të dhënave. Tani, me aq informacion sa ke mundur të marrësh, të thithësh, sa e njohin aktualisht të rinjt këtë trashëgiminë jo materiale të Shqipërisë, dhe a do të ishte, le të themi, një gur themel i rëndësishëm futja në kurrikulat arsimore, që në arsimin fillor njohja me këto pasuri jo materiale? Patjetër kam hedhur një sy të dhënave dhe shoh që dëshira është e madhe. Pra, shifra mbi 80-90% duan të dinë më shumë, duan që këto të futen nëpër shkolla, faqësojnë pushtetin lokal që nuk ka bërë më shumë. Pyetjet kanë qenë të shumëllojshme dhe për a keni marrë pjesë në për aktivitete kulturore në shkolla, keni mësuar për të gjithë të trashëgimi materiale nga mësuesit, dhe vihet e re që në të gjitha pra ka një mangësi qoftë nga shkolla, qoftë nga pushteti lokal për të rritur këto vlera. Të rinjt duan, dëshira është e madhe për të mësuar më shumë, nuk është se din shumë. Për shembull, në të gjitha pyetjet kur i kemi pyetur që cilën pasuri mendon që është më e njohura, të tërë thonë Kthimi Tropojës dhe Xhubleta. Pse? Kanë qenë dy të fundit. Dy të fundit që janë lakuar më shumë. Janë lakuar, janë shpërndar më shumë në social media. Tani jemi dhe në erën e social media. Nuk është aq e njohur Isopolifonia, që ka qenë e para që është listuar dhe është turp, mund ta them që kaq kohë Isopolifonia dhe nuk kemi një shkollë të Isopolifonisë, ose të bëhet lëndë më vetet e muzika. Kemi lëndë muzike në përshkolla, të mësohet Isopolifonia që është UNESCO. Dhe besoj nuk zhvillohet fare. Pothuajse gjithë të rinj, pse ti mësosh ti këngën ku e diun një këngë apo flautin apo ku e diun se çfarë mësojnë atë, kur ti mund të mësosh direkt Isopolifoninë. Të futet, pra nuk jemi dhe kaq praktik me ti ndryshojmë dhe ti adoptojmë më njëherë, unë them vetë një mësues i apasionuar, sepse librat, kurrikula duan dhe pak kohë, sa të futet, kalojnë komisione, por një mësues i apasionuar e dëgjoj lajmin që u fut Isopolifonia, po them, apo Xhubleta. Me njëherë mund ta reflektosh se ato janë orë të lira. Po, e vërtet, dhe mund të konfirmoj që në përrethe, në qytete të vogla, besoj
është më e theksuar dhe kanë më shumë informacion se sa madje edhe mund të organizojnë evente të vogla me veshje popullore se sa shkollat në kryeqytet. Për këtë e them me bindje. Po. Patjetër është e vërtetë se ato duan më shumë pak identitet. Për shembull, flas pjesa e veriut që e ka xhubletën, edhe ka shumë zonja që e kanë në shtëpi, pse të mos bëjnë një gjë për xhubletën. Dhe kjo është me zona, po jugu që e ka isopolifoni nuk e bën. Gjirokastra, Përmeti, Sazet që kanë zona, kanë Laverbariun, pra ata duhet ta fillojnë dhe kjo duhet të ishte identiteti ynë që ti të identifikohesh me zonën tënde, me kulturën tënde që ke pasur kaq kohë, e kanë sjell prindrit deri në këtë fazë dhe ta vazhdojnë. Dhe them që është kjo dhe kjo pjesa e mësuesve jo shumë të apasionuar, se ata e kanë sa të presësh të futet në kurrikula çdo gjë me detyrim, nuk mund të jetë çdo gjë me detyrim, duhet të jenë më fleksibël dhe t'i fusin si orë shtesë, si orë, pra kërkohet ky pasioni, por që në kuadrin e pyetësorit shohim që ka një interes dhe një dëshirë shumë të madhe dhe shumica këtë thonë duhet futen urgjentisht në kurrikula. Por prapun sa të presim sepse ne kur të bëjmë këtë projekt, pse e nisëm me pyetësorin, viti i dytë ka të bëjmë me të rinj. Pra ne pasi të krijojmë të gjithë këto komponent vitin e parë. Do bëni një tur në për Info session do ketë informacionin do ketë edhe për edhe gjatë kohës së granteve që do shkojmë në rrethe, sepse duan të përfshijmë dhe artistë të rretheve, ndërsa viti i dytë është me fushata për të rinj. Pra ne do shkojmë në shumë vende të Shqipërisë, do njoftojmë edhe për një kompeticion, konkurs për fëmijët, për nxënësit e shkollave, lidhur po me këto histori që ata të sjellin prurit e tyre. Pra, faza tjetër ka të bëjë me mësuesit edhe me nxënësit. Mësuesve do bëjmë një forum të madh ku do japim gjithë materialet që ne kemi në dispozicion. Platforma do jetë free, aty do ketë edhe me audio shumë histori që të dëgjohen, kush përton të lexojë të paktën ta dëgjojë një prallë, pra do jenë edhe me këto metoda tani të teknologjisë dhe do shkojmë t'ja u bëjmë të njohur mësuesve, nxënësve, shkollave që ekziston kjo gjë. Pra, në kohën e lirë ti tregoni fëmijëve të gjithë këto legjendat e tjera, mos të ngelemi vetëm te jo vetëm legjenda, mos ngelemi vetëm te Argjiroja apo te Rozafa, ka edhe të tjera që ne shumë mirë kemi vënë tani në vi, për shembull historia e varreve të Selcës, Harmonia Academy, që është historia e paftës së Brezit. Çdo zonë të ketë historinë e vet dhe të identifikohet me të, pse jo, po ta di i madh i vogël. Cila krahin e Shqipërisë mendon se ka më shumë pasuri të tilla? Nëse arrini të diferenconi njërën? Nuk mund t'i diferencoj sepse janë të ndryshme. Pra në qoftë se në veri janë ruajtur më shumë kjo tradita, këto kërcimet apo kanuni, mikpritja që janë më të theksuar, jugu ka goxha histori në për rënoja dhe ka edhe më shumë rënoja, shumë më tepër. Ka historia të antikitetit më të thella që duhen gërmuar dhe duhen bërtitur me zë shumë të lartë, sepse të mendosh që deri në gjysmë të vendit e pretendon Greqia me Epirin dhe unë them që jugu do bërtitur më fort për historitë që ka. Duke filluar që ke valli Osmantakës që është në Konispol atje në fund në kufirin me Greqin, që ata pretendojnë dhe fustanellën e famshme që ne kemi me 100 flet, që ne e prodhojmë, ata as nuk e prodhojnë më, e prodhon Gjirokastra, janë ato artizanët që e prodhojnë fustanellën e tjera dhe pretendon si kostum e Greqia. Megjithatë, duhet kemi parasysh që ne nuk do hyjmë në këtë pjesën nacionaliste fare, sepse atëherë nuk kanë qenë kufit, atëherë nuk ka qenë koncepti i kombeve. Pra dhe vishej këtej ashtu siç dhe Lahuta e ka mbrojtur dhe Serbia, po sigurisht e kishim dhe ne Lahutat e malsorve janë ende të varura në shtëpitë e tyre, pra nuk mund, ndoshta përmes këtij projekti mund të heqim dhe pak të pjesën e përkatësisë. Ne nuk do themi që e kemi ne. Por duke thënë një histori të zonës, duke e veshur apo duke bërë edhe produktin artistik që mund bëhet një animim, një film me ato elemente, atëherë do të thotë që e kemi përdorur ne, kanë përdorur ata, po pa thënë që është e jona. Për të mos hyrë edhe në këto konfliktet sepse nuk ka nevojë në këtë. Por pse të mos themi gjërat që ne kemi pasur? A mund t'ja kalojmë dikujt përgjegjësinë për mos ruajtjen ashtu siç duhet këtyre pasurive jo materiale? Familja çfarë roli luan sot? Familja luan rol kyç dhe familjes i takon e gjithë merita që kemi ruajtur ndonjë gjë. Familjes. Shteti po kujtohet tani sepse është shef që kërkon turisti, sepse ne i shkatëruam fare mbas 90-s, madje na dukeshin gjëra që duheshin prishur. Ende sot me mënyrën se si po e trajtojmë Tiranën, mund të flas
me orë të tëra nëse merremi me përgjegjësitë, por faktikisht dua ta anashkaloj, por mënyra si po kthehet Tirana që si ka ngelur më asgjë nga e vjetra, sigurisht na pëlqen e reja moderne, duket më e pastër, më e bukur edhe në foto, por nëse do kishte një politik për ruajtjen e zonave të caktuara, për ruajtjen e elementeve të caktuara që na identifikonin, do ishte pak, për shembull, vetëm sahati të vret syt që nuk duket më tani, që ka qenë ikona edhe në logot që kemi përdorur në gjithçka. Edhe në kartolinat e dikurshme. Në kartolinat mund të lija ajo pjesë, mund të bëheshin që të dukej pak ajo kartolinë, por kjo lloj babëzie për ndërtimet e për këtë terren, për të zhdukur të vjetër, është pak e frikshme. Kështu që them çfarë ka mbetur deri më sot, pjesën shpirtërore e ka ruajtur familja. Pjesës fizike nuk kemi çfarë t'i bëjmë, janë ata që vendosin. Sfidë është edhe për familjen në kohët që po jetojmë mes këtij modernizimi kaq të shpejt. Rrezikon të mbeten në harres një pjesë e mirë e tyre, për shembull, që tek traditat e një dasme, që sot kanë ndryshuar shumë dhe janë shumë, le të themi, të rrallë. Po, janë të rrallë ata që i bëjnë me tradita që bëheshin dikur, për të mos hyrë më pas tek shumë të tjera. Shiko, po ndodh një fenomen shumë i çuditshëm. Kush ka ikur nga Shqipëria, ka ikë dhe pak i mërzitur në atë fazën e parë që vendi im s'u ofroi asgjë, ndoshta i mërzitur nga një sa shumë ka dhe sot nga këto. Jo, nga një largim pune, nga një poshtërim, nga një dhe ne vendi ynë deri tani unë nuk e di kur do mbaroj ky tranzicioni, por njerëzit që ikin për një arsye shumë të fortë, se askush nuk do ta lërë vendin. Sigurisht ana ekonomike absolutisht, dhe kur ikin përpiqen të integrohen në atë vendin ku shkojnë. Me vrull duan të harrojnë çdo gjë nga Shqipëria dhe t'i bëjnë fëmijët mos u kthefsha kur siç thon ca ndekëndej dhe fillojnë dhe duan të integrohen, të mësojnë gjithçka në atë vendin e tyre, por pastaj vjen një moment kur e arrin atë standardin ekonomik dhe po ndodh, mund të them tani është brezi i dytë i emigrantëve që kush vajti ashtu siç vajti dhe ky brez kanë arritur tani një mirëqenie ekonomike dhe po kujtohen për vendin. Ne po shohim tani lëvizje të jashtëzakonshme që nga Amerika kudo për të rikthyer traditën, blerjet e kostumeve të janë në madje dhe online po bëjnë kërdin. Domethënë çifteli, kostume, gjithë. Nuk e dija këtë fakt. Po i ndjekim dhe them që diaspora ka kthyer një vetdije, sepse them e kaluan atë krizën ekonomike dhe normal që ekonomia është ajo ta ul kokën. Dhe kur e arrin ti fillon mendon për identitetin, kush jam, vendi im e të tjera. Para ca kohësh isha në Antwerp në Belgjik dhe ata sapo kishin krijuar shkollën e parë shqipe. Me aq sa kishin mundësi mësonin çiftelinë dhe unë i thosha që nuk është vetëm çiftelia, sigurisht gjua, dhe ishin në kërkim të librave në shqip, të prallave etj. Prap, po shikoj që kam shumë një vetdije jashtë sa brenda. Se sa brenda Shqipërisë. Prap duke njerëz të pakënaqur, njerëz që, ata që po merren me turizmin, por i kthejnë ca gjëra, sepse duan të mbajnë turistin aty, vën një qilim, vën një gjëra, qoftë edhe brenda lokalit, prap po përpiqen të ofrojnë një autenticitet me sforcë, vetëm pjesa që merret me turizmin, por nga ana e autoriteteve, unë shoh një padëshirë ose një vetëm thjesht ajo që po themi tani pasaporta europiane, kështu që dhe ju që keni mbetur ikni, nuk është një gjë që po ofrohet për vendin. Pra, duhet kishte një politikë tjetër si ta bëjmë vendin më të mirë këtu. Dhe mjaft të marrësh moton e BE-s që thotë Europa është këtu. Pra, nëse çdo qytetar ka mirëqenie, i ofron mirëqenien, i afron rrugën atje ku duhet, i afron prapa të qendrën kulturore, i afron, unë them që njerëzit nuk kanë më pse të ikin. Pra, duhet bërë vendi këtu, jo më me... Por që shpresoj shumë të kjo pjesa e organizimit të diasporës që mund të bëj diçka për këtë vetdijen kombëtare. E urojmë shumë. Jetojmë në një kohë ku zhvillimi teknologjik ecën me hapa gjigant. Si mund t'i marrim më të mirën këtij zhvillimi teknologjik për promovimin e këtij autenticiteti? Unë e quaj të jashtëzakonshme këtë mundësi që jep teknologjia dhe tashmë gjithë projektet po i shoh në syrin e teknologjisë, sepse teknologjia të fut në një eksperiencë, ne e dimë që leximi ka rënë në të gjithë botën, që me futjen e celularit, nuk ka më nerva njëri të lexoj, absolutisht librat nuk e kanë më atë vëmendje si dikur, se s'kishte asnjë lloj tërheqje tjetër vëmendje përveç tjetër argëtimi, po. Ishte vetëm dhe njerëzit lexonin, absolutisht kjo ka rënë në të gjithë botën, jo vetëm në Shqipëri dhe më shumë, se nuk shquhemi shumë për leximtar, por që kjo teknologjia tashmë të jep mundësinë që t'ja japësh eksperiencën dhe të rinjve përmes janë këto VR, përmes një video të shkurtër, Reels,
Pra, nëse përqafojmë, pra po I shkojmë të rinjve aty ku ata janë, ose të krijosh një eksperiencë. Janë këto dhomat imersive 360 gradë që ti hyn brenda dhe e ndjen më mirë atë që ka ndodhur nëse e krijon bukur. Unë mund të përmend një muze që kam qenë në Turqi dhe në Stamboll, mund të ketë shkuar gjithkush, Panorama 1455 sa e kanë, dhe aty ti hyn, është me kupol dhe është e gjitha, fillon zhurmat për Mehmetin e dytë, nuk e di, për sultanin, kohën e perandorisë otomane që mburren ata, edhe pse ishte pushtuese dhe vrasëse, pra mburreshin me atë dhe veç ta shikoje ti hyje brenda dhe ndiheshe sikur ishe pjesë e luftës. Imagjino Skënderbeun çfarë ka bër, që e mban në gojë gjithë bota dhe buste në të gjithë Europën dhe ne nuk ja dim vlerën, që ne vetëm Skënderbeun të glorifikonim shumë më tepër se sa ai muze, por nëse bënim dhe dhoma të tilla imersive që të hynte çdo I vogël me kufje të dëgjonte çfarë ka ndodhur, ta ndjente veten pjesë të kësaj, them që janë shumë të nevojshme. Pra nëse tashmë teknologjia hyn, teknologjia në muzeume, ne pretendojmë që po I mbyllim muzeume tani sepse duam të fusim teknologji, të shohim. Unë para sa ditësh isha tek Muzeu Etnografik në Kruj. Nuk shoha atë historiku se kam shkuar disa herë, etnografiku sapo është rinovuar nga EU for Culture, por gjëra shumë të vogla ishin futur. Ishte futur një dasëm krutane që duhet ta shikoje me touch screen, sepse thash hyn dhe të rinj dhe ata duan të ndjen pjesë e gjës, por ishin shumë minimaliste. Mund të bëj shumë më tepër, ndoshta aq kanë qenë dhe fondet, për ta kuptuar se si jetonin komplet procesi, si bëheshin qeleshet, nuk është se ishte gjithë punimi I qeleshes, por them që fëmijët sot pra ka dhe shumë më tepër për të bërë që të hynin dhe të kuptojnë dhe mundësisht ta prodhojnë vetë një qeleshe. Pra duhen futur të gjitha këto të teknologjisë për të kuptuar si kemi jetuar, çfarë kemi bërë dhe për të shkuar në të kaluarën përmes teknologjisë. Përmes një gjëje 5 sekonda apo shumë e vërtet. 2 minuta ti mund të shkosh në të kaluarën, kështu që për ti e përqafoj teknologjinë. Po, dhe për ti futur në temë të rinjt më shpejt dhe më lehtë. Më shpejt se sa të lexoj 20 vepra për Aleksandrin e Madh, ai mund të hyjë në një gjë të tillë, mund të thuhet edhe përkatësia pak aq sa e kishte Ilire që po zbehet kudo. Nëse hyn me një gjë të tillë e kupton më mirë edhe I riu, por imagjino sa mbrapa jemi, sa gjëra duhet të krijojmë, sepse unë shoh një problem shumë të madh tashmë me gjithë këto dy brezat që po rriten pak të pjesën e informacionit në muzeume. Janë mbyllur muzeumet, ke Muzeun Historik Kombëtar, klasat e kishin detyrim të shkonin që nga fillorja deri në të mesme disa herë. Dhe them, ky brezi tani u bë një vit që është mbyllur, sa po bën? Po, një vit e ca. Thuhet që do hapet në 2028. Imagjino sa breza nuk do shohin fare historinë tonë që fillon që nga antikiteti. Është për të ardhur keq. Ne s'mund ta ofrojmë as me teknologji, se sot edhe për të bërë një gjë të tillë, unë mund të bëj një ekspozit një javë, po nuk kam se nuk e mbaj dot me ajo kosto e projektorëve për të bërë një immersive, është e jashtëzakonshme. Prandaj këtë pasuri duhet ta ketë shteti dhe muzeumet. Nuk e bëjmë dot ne si OJF me një projekt. Po, patjetër. Tani e përmendë pak në krye të herës që merreni pa diskutim dhe me promovimin e turizmit të qëndrueshëm, dhe besoj ky projekt në veçanti do të luajë një rol të rëndësishëm në promovimin e këtij lloji turizmi. Do doja t'ju pyesja se çfarë do të donit ju të merrte një turist I huaj me vete nga Shqipëria? Patjetër fokusi I turizmit qëndrueshëm, se shumë e përdorin si fjali parazitare, e përdorin kot. Turizmi qëndrueshëm është me një malë me kritere, nëse I referohemi Global Sustainable Tourism Council, që është këshilli botëror I turizmit të qëndrueshëm që prodhon kritere për gjithë vendet, janë dhe në Shqip, janë në faqen e tyre dhe në Shqip. Që të plotësosh ato janë një sër gjërash, por thelbi është qëndrueshmëria kulturore dhe qëndrueshmëria mjedisore. Pra, ti pa ruajtur kulturën, autenticitetin tënd, çfarë turizmi kulturor do ofrosh, sepse turizmi kulturor është kryesori që mban sot turizmin në gjithë botën, është gjithvjetor, nuk është një turizëm sezonal, si turizmi I plazhit, apo është turizmi kulturor. Dhe ti nëse nuk ke një kulturë, nëse nuk ke çfarë ti tregosh turistëve, çfarë turizmi po ofron. Prandaj ruajtja e kulturës
dhe trashëgimisë autenticitetit është thelbësore dhe prandaj ne kemi futur përmes projekteve. Dhe qëndrueshmëria mjedisore, mbrojtja e mjedisit që është gjithashtu pjesa natyrore e turizmit që ne duhet të ofrojmë. Për sa i përket këtij projekti, ne shpresojmë që të paktën pas 2 vjetësh apo pas 1 viti, në të gjitha ato rënoja vende që ne kemi, të ketë dhe një histori shtesë për t'u treguar. Dhe prandaj në këtë projekt ne jemi dhe në bashkëpunim me Ministrinë e Kulturës për të vendosur disa tabela shtesë, pra nëse tek Argjiroja është historia e Argjiros, se dhe ajo është një farë legjende, historia e Rozafës është historia, por nëse unë e vë dhe te Antigonea, e vendos dhe një histori të Bylisi, e vendos të Varet e Selcës dhe pse janë të braktisura në atë gjendje atje në atë mënyrë, por nëse atje u vendos një instalacion sepse nuk e dim çfarë do na dalin nga produktet artistike, turisti ka çfarë të marrë. Pra, kur të shkojë në atë zonë, ai merr dhe një histori dhe një feeling të çfarë ka qenë kjo gjë. Nuk po flas vetëm për rënojat, por edhe këto histori që ne do bëjmë të pamundurën t'i shpërndajmë përmes teknologjisë, përmes medias apo mediave sociale, histori të flas këto produkte që do jenë në formën e një teatri, të një filmi të animuar e të tjerë. Pra edhe këto duke shpresuar që ata ti kapin, ti dëgjojnë dhe të kemi më shumë histori për të treguar se sa thjesht rënoja. Jam shumë e sigurt që të huajt kanë shumë më tepër interes për këto gjëra. Absolutisht. Është diçka tashmë që vihet re shumë thjesht. Ata pyesin, po çfarë ka qenë, po çfarë, dhe unë shikoj çfarë tjetër. Guidat, sepse kjo gjë nesër t'ia çojmë edhe guidave. Edhe guidat janë shumë të thatë në atë gjë që tregojnë. Për shembull, marrim kullën e ngujimit në veri, aty ku se ne flasim për për Besën, Besa si vlera jonë, edhe shkojmë ngrejmë muze në Vlorë për Besën, sepse aty hebrejt, po kjo është shumë e shkëputur nga kush e ka ruajtur më tepër Besën, ku ka qenë më i theksuar kanuni, ka qenë në veri. Dhe çfarë thotë, aty ishte më fort mikpritja, aty ishte më fort që kishim me këtë shprehjen që për Besën therrë dhe djalin pra. Që është shumë e rëndë, por flas sa fort ishte ajo e mikut. Por atje është kulla e ngujimit dhe pse të mos jetë atje historia dhe njerëzit të shkojnë si pelegrinazh atje dhe thonë që e ka thënë dhe Edi Duram çfarë ndodhte në atë kull. Pasi ai vriste, shkonte atje gjaksi, shkonte futej në kull për të reflektuar 15 ditë. Pra kjo gjendje që nuk e prekte kush derisa pleqësia e fshatit të merrte vendim, derisa nuk e prekte kush, jo si jemi nese, kur merr gjak në momentin mund të bësh kërdin, ti djegësh shpinë etj, por që edhe ai shkonte atje reflektonte, mendonte që çfarë bëra etj. Pra nëse ne I tregojmë këto gjëra edhe në përputhje me zonën, jo të shkëputura pa kuptim, pa bosht, them që marrin më tepër rëndësi dhe interes për turistët. Po të kemi parasysh që përse shkojnë turistët shkojnë pikërisht për këtë histori tek Romeo Julieta te balkoni. Nuk shohin rënojën aty, por shkojnë ke balkoni. E njëjta gjë do vinë për historinë. Nëse ne tregojmë shumë bukur dhe themi atje është një histori e tillë, njerëzit duhen ta shohin dhe ta lidhin ato që kanë lexuar online, që ne do bëjmë punën tonë për ta shpërndarë me vendin. Dhe rritet turizmi në atë zonë. Po sigurisht duke shkuar për atë shpellë, për atë vend, ai shkon në një restorant aty, shkon në lek në një bar apo në një guest house. Pra kjo është mënyra se si ne duhet I tërheqim turistët. Përmes një historie të lidhur edhe me vendin apo me vlerat tona. Për të dalë aty ku e përmendë edhe pak më parë që ky po do të ishte një turizëm I qëndrueshëm, vërtet. Për ta përmbyllur, si e shihni bashkëpunimin me institucionet europiane dhe a ka Shqipëria një model për të ndjekur në rajon apo jo? Modelet janë për t'i ndjekur nga unë kudo ku udhëtoj, dhe kam udhëtimin, e kam pjesë të shpirtit, kudo ku udhëtoj, shkoj, shoh në muzeume dhe shoh pikërisht të çfarë dhe si I kanë sjell. Pra, ajo që ne duhet kopjojmë nga të huajt, janë 2 gjëra. E para teknologjia nga pjesa e zhvilluar e Europës, ndërsa nga pjesa e Ballkanit, ne duhet të kopjojmë të paktën solidaritetin dhe atë dashurinë që kanë ata. Po të shikosh lëvizjet që bën Serbia për të quajtur çdo gjë të tyren që ka qenë e jona në ato territor, po të marr një shembull për në Dardani në Nish, ata po bëjnë filma me çdo
me çdo territor të gjetur në vendin e tyre, me çdo element të gjetur në vendin e tyre që dikur ka qenë Dardani, ka qenë Shqipëri, por nga që është pjesë e Nishit tani apo e Serbisë, por shikosh udhëheqësit e tyre dhe çdo gjë që ata glorifikojnë, zonat që janë UNESCO, manastiret që kanë qenë pothuajse tonat, mënyra si i bëjnë me 360 gradë, me immersive, me të gjitha. Pra, fakti se çfarë bëjnë Ballkani me histori që ndoshta edhe nuk kanë qenë të tyre, po edhe për të gënjur. Flas Nën Tereza ka qenë në muze në Maqedoni. Ne s'kemi asgjë. Çfarë kemi ne për Nën Terezën? Ne themi sheshi Nën Tereza, atje duhet ishte një bust gjigant i Nën Terezës. Pra ka përpjekje për të minimizuar çdo gjë të madhe që ne kemi. Dhe nga kjo duhet kuptojmë nga fqinjët duhet të marrim këtë solidaritetin dhe atë dashurinë që ata kanë për vendin e tyre. Ndërsa ne kemi një përçarje, një pa dëshirë për t'i glorifikuar gjërat tona. Ndërsa nga të huaj teknologjinë. Në muzeumet që unë kam qenë pothuajse në Antwerp, se vajta pash dhe atë muzeun mas që ata kanë, aty kishin një muze të tërë për gjërat që ata ka qenë porti i madh Antwerpi, për gjërat që kishin ardhur në port nga qytetërimet e tjera që kishin bler apo vjedhur. Dhe thoshin asnjësisht si për kiste e Belgjikës, kjo marr në Brazil, kjo marr këtu, ç'është gjithë ky muze me gjëra të dikujt tjetër. Por mënyra se si i tregojnë, si i shfaqin, me salla për fëmijë, sepse çdo muzeum duhet të ketë edhe këndin e fëmijës për t'ia thënë ndryshe me piktura për të gjitha moshat. Një muze duhet të jetë për gjitha moshat. Pra kjo gjë na mungon. Unë nuk e di, i takon më shumë se në një organizat jemi, mund të punojnë si unë 3-4 të tjera. Shteti ka rolin më të madh, ministria, por që kur mund të ndryshojë kjo, Eva? Unë them, këta që kanë qenë deri tani, çka kanë ditur e kanë bërë ose e kanë zhbër. Shpresoj në një forcë e re të vi me një mendësi ndryshe. Se jemi dhe afër zgjedhjeve, jo. Nuk jam, po e them edhe bindjen time, këta që ishin nuk kanë bërë asgjë për kulturën ose kanë bërë shumë pak, nuk flas aktivitete bombastike pa bosh të ngrej një skenë të madhe për një koncert të madh, nuk është kjo. Për kulturën kanë bërë shumë pak, ose mund të them kanë zhbër. Shpresojmë ndonjë i ri që vjen me një mendësi tjetër dhe ka parë që mund të nuk jam shumë pesimiste për kulturën me deri tani. Okej, urojmë shumë. Ndërsa turizmi, me që jemi në fushën e turizmit, sigurisht merita i takon bizneseve turistike, bizneseve të pavarura që po bëjnë shumë. Ata shohin, e kopjojnë, e vënë sepse normal duan. Edhe duhen përgëzuar, mbështetur absolutisht. Ata janë erojnë. Që sidomos ata të cilët lënë të kënaqur çdo turist, po, absolutisht. Dhe do doja vërtet të theksoja që veçanërisht për tur operatorët incoming është një sfidë shumë e madhe për t'i pritur e për t'i përcjell ashtu siç duhet turistët e huaj. Për t'i kënaqur, madje janë të detyruar në një vend shumë të çorganizuar siç jemi ne. Të falenderoj shumë që ishe në studion e Radio Travel Weekend Lovers. Intervistën e plot do ta ndiqni në kanalin e YouTube të Premium Channel. Ju uroj shumë suksese me Heritage is our brand. Ka nisur në mars, do të mbyllet në janar të 2027-s. Do të ndihmoj dhe do të sugjeroj shumë në turin që do të keni në për shkollat e rretheve, sepse kam disa pika shumë interesante për t'ju sugjeruar në këtë projekt. Kështu që shumë suksese, Eva. Besoj se të kemi mundësi të dëgjohemi sërish edhe të jemi sërish në studio. Faleminderit. Mos harroni, veçanërisht do doja që familjeve t'ju drejtohesh aty ruanin me fanatizëm të gjithë çfarë kemi pasur, e keni ndoshta në shtëpi ende. Unë personalisht kam një kostum popullor shumë të bukur të zonës time, të zonës së Lumës, në Kukës. E ka punuar vetëm para disa vitesh halla ime që jeton ende dhe shijon pleqërinë mes shumë nipër vendesave dhe është shumë i bukur. Kështu që do doja shumë që familjet, pikë së pari familjet i ruajnë këto tradita edhe këto pasuri jo materiale. Ne do të bëjmë një shkputje muzikore dhe do të rikthehemi sërish në studio pas pak.